Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, kërkoi nga udhëheqësit e partive politike parlamentare të veprojnë sa më shpejt për ndërtimin e institucioneve. Ajo i tha atyre se duhet të lënë anash më janë mospajtime dhe interesat e ngushta dhe të veprojnë shpejt për të siguruar qëndrueshmërinë e vendit. Mospajtimet ndërmjet partive politike i kanë lënë Kosovën që prej 5 muajsh pa institucione, duke e futur vendin në krizën më të thellë institucionale që nga shpallja e pavarësisë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga bëri thirrje për mbledhjen e shpejtë të Parlamentit të Kosovës për të hapur rrugën e ndërtimit të institucioneve të reja në vend. Ajo u takua sot me kryetarin e Partisë Demokratike Hashim Thaçi dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike Isa Mustafa, ndërsa tha se ka biseduar në telefon me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në një komunikat të presidencës tuaj, ajo ka kërkuar nga udhëheqësit partijak të tregojnë pjekuri politike dhe duke lënë anash mospajtime ndërmjet tyre si dhe interesat e ngushta të veprojnë shpejt për ndërtimin e institucioneve. Ata duhet të veprojnë shpejt për të siguruar qëndrueshmërinë e vendit. Ajo shpreh të përkushtuar që duke garantuar kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë e vendit të zbatojnë në përpikëri vendimet e gjykatës kushtetuese dhe që institucionet e reja të ndërtohen në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Në komunikat thuhet se Kosova duhet të garantojë se me institucionet e reja do të përmbushë çdo detyrim ndaj qytetarëve të saj, por edhe ndaj bashkësisë ndërkombëtare, partneriteti me cilin është jetik për vendin. Procesi i ndërtimit të institucioneve ngeci përmes 5 muaj për shkak të pamundësisë së Partisë Demokratike që të mbledhë votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, një drejtë që asaj u njodhe nga gjykata kushtetuese dhe në këmbguljen e partive tjera politike shqiptare që të krijojnë institucionet. Koalicioni krijuar nga Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja për vendosje pohojnë se kanë votat e mjaftueshme për ta lënë Partinë Demokratike në opozitë. Javën e kaluar, drejtuesit e koalicionit pasgjedhor thanë se kanë hequr dorë nga posti i kryetarit të parlamentit, ndonse me kushtin që mandati për krijimin e qeverisë të jepet shumicës parlamentare. Por Partia Demokratike thotë se mbledhja e parlamentit duhet të ndodhë pas një marrëveshje ndërmjet partive për ngritjen e qeverisë, që është edhe synimi kryesor i të dyja kampeve politike. Vendimi i koalicionit pasgjedhor hapi mundësinë e rishikimit të marrëveshjes së tyre, e cila i ndante Lidhjes Demokratike postin e kryetarit të parlamentit, ndërsa Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës atë të kryeministrit. Drejtues të këtij bloku kanë prelajmëruar për sonte në mbrëmje një takim ku mund të diskutohet për një marrëveshje të re apo mbas edhe për qasje të reja ndaj gjithë procesit. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.